Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'il anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit më shpëtohet. Falënderimet më të sinqerta vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin me profetin Muhammad, me familjen e tij të pastër, me shokët e tij të zgjedhur dhe me të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Tema e zemrës së pastër është një nga çështjet më të rëndësishme që trajton feja e pastër islame. Zemra është qendra e njeriut, vendi ku ruhet besimi dhe bindja, dhe për këtë arsye, Kurani dhe hadithet i japin një rëndësi të veçantë pastrimit dhe shëndoshjes së saj. Një zemër e pasur me dritë hyjnore është garanci për shpëtimin e njeriut në këtë botë dhe në botën tjetër. Kurani na mëson se në ditën e gjykimit nuk do të ketë vlerë pasuria e as pasardhësit, por vetëm ai që do të vi me një zemër të pastër. Ky mesazh tregon qartazi se pastërtia e zemrës është thelbi i gjithë fesë dhe i gjithë moralit. Imamët e Ehli Bejtit kanë theksuar vazhdimisht se zemra është sikur një pasqyrë. Nëse ajo pastrohet, pasqyron dritën e Allahut në ta. Por nëse ndotet me mëkate dhe pa drejtësi, ajo erësohet dhe humbet vlerën e saj. Gjenden shumë hadithe ku zemra përshkruhet si vendbanimi i së mirës ose i së keqes, dhe ku besimtarit i kërkohet të kujdeset për ta, ashtu siç kujdeset për thesarin e të çmuar. Prandaj, të flasësh për zemrën e pastër nuk do të thotë vetëm të përmendesh virtyte shpirtërore, por të kuptosh thelbin dhe themelin e besimit dhe përkushtimit ndaj Allahut xhaleshanhu me zemër të pastër, e cila është vendi ku zbret mëshira, ku ulëzon besimi dhe ku drita e Allahut xhaleshanhu gjen shtëpinë e saj. Të nderuar dëgjues dhe shikues, do ju ftoja të ndiqnim së bashku surat e përzgjedhura për ditën e sotme, ku do të ndjekim surën Inshirah dhe surën Kauthar. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Vallë, a nuk të hapëm ty o Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaharorin për të pranuar besimin dhe ta hoqëm barran, e cila ta rëndonte tepër kurrizin dhe ta lartësuam emrin? Me të vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Prandaj, kur të çlirohesh nga punët e ndryshme, përpiqu fort në adhurim dhe vetëm ndaj Zotit tënd përkushtohu. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Vërtet, ne të kemi dhënë ty Muhammed shumë të mira.
Andaj falu vetëm për Zotin tënd dhe therr kurban. Sigurisht, ai që të urren ty vetë është fat prerë. Të dashur dëgjues dhe shikues, njeriu është krijuar me një natyrë të pastër, një fitre që buron nga drita e krijuesit. Zemra e tij është si një pasqyrë, e cila kur pastrohet nga errësirat e mëkateve, reflekton qartësisht dritën e Allahut. Por nëse mbulohet me pluhurin e lakmisë, urrëties dhe padrejtësisë, ajo errësohet dhe humbet lidhjen me burimin e saj hynor. Zemra është qendra e njeriut, vendi ku qëndron imani, besimi, dashuria dhe bindja. Dhe nëse ajo është e shëndosh, i gjithë trupi i njeriut bëhet i drejtë, dhe nëse ajo prishet, gjithçka tjetër bie në huner. Allahu i lartësuar thot në Kuranin e shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim: në ditën kur askujt nuk do t'i bëj dobi as pasuria, as fëmijët, përveç atij që vjen me zemër të pastër tek Allahu. Ajete 89 dhe 88 të surës Shuara. Ky ajet na tregon se në ditën e gjykimit, shpëtimi nuk qëndron në pushtet, në siguri, në pasuri apo në famë, por ndodhet në pastërtinë e zemrës. Një zemër e shëndosh është ajo që nuk mbar turrëtie, që nuk është e lidhur pas kësaj dynjaje dhe që është e përkushtuar plotësisht me krijuesit të saj. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu nuk shikon trupat tuaj e as pamjet tuaja, por shikon zemrat dhe veprat tuaja. Ky hadith e vendos qartë boshtin e vlerësimit hynor, se nuk është pamja e jashtme ajo që ka pesh, por zemra dhe ajo që buron prej saj. Pastërtia e zemrës është çelësi i pranimit të veprave dhe afërsisë me Allahun. Një zemër e pastër është një vatër drite, ku ndriçon besimi dhe mëshira. Imam Aliu paqja qoftë mbi të, e përshkroi zemrën si një enë, ku thot: zemrat janë si enat, më e mira prej tyre është ajo që mban më shumë mirësi. Nëse njeriu mbush zemrën me urtësi, me falje, me ndjenja të bukura dhe dashuri për të vërtetën, ajo bëhet një kopsht i gjelbëruar ku realizojnë veprat e mira. Por, nëse njeriu nuk bindet në rrugën e drejtë dhe e mbush zemrën me smir, me mlef dhe ego të papar, shndrohet kjo zemër në një vend të thatë dhe të pajet. Kurani e përshkruan zemrën si qendër të njohjes dhe udhëzimit. Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim: Vallë, a nuk kanë udhëtuar ata në përbot, që zemrat e tyre të mendojnë dhe veshët të dëgjojnë? Në të vërtetë, atyre nuk u janë verbruar syt në këto gjëra, por u janë verbruar zemrat e veta në kreharor. Ajeti 46 i surës Hajj. Ky ajet na mëson se verbëria më e madhe është humbja e syve, nuk është humbja e syve, por verbëria më e madhe për njeriu është të verbrosh zemrën, organin më kryesor në trupin tonë. Njeriu mund të ketë sy që shohin dhe vesh që dëgjojnë, por nëse zemra e tij është e mbyllur ndaj së vërtetës, ai është i verur në kuptimin më të thellë shpirtëror. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë: zemra është faltoria e Allahut, prandaj mos e ndotni atë me mëkate. Këto fjalë të imamit e vendosin qartë rolin e zemrës, se ajo është vendbanimi ku zbret drita e krijuesit, një hapësirë që nuk duhet profanuar me padrejtësi e epshe. Çdo mëkat është një njollë që ndot dhe ia zbeh shkëlqimin zemrës tonë. Kur mëkatet shtohen, zemra mbulohet nga një perde e zezë që ja shuan dritën dhe bëhet aq e fortë dhe e kalpur sa njeriu fillon dhe të mos ndihmë ato ndjenjat e bukura. Kurani thot: Bismillahirrahmanirrahim. Nuk është ashtu, por veprat e tyre të këqija u kanë mbuluar zemrat. Ajeti 14 i surës Mutaffifin. Ky ndryshk nuk është i dukshëm për syrin e zakonshëm, por është një errësim i brendshëm që ja pengon njeriu ndriçimin e udhëzimit hynor. Allahu na ruaj nga kjo. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur robi bën një mëkat, një pikë e zezë vendoset mbi zemrën e tij.
Nëse ai pendohet dhe kërkon falje, zemra pastrohet. Por nëse ai vazhdon, edhe njollat fillojnë vazhdojnë dhe shtohen derisa ta mbulojnë zemrën e këtij robi. Ky hadith na tregon se pendimi është furça që pastron zemrën dhe ja rikthen asaj shkëlqimin, ja rikthen asaj pra më të mirën që ka pasur. Çdo mëkat është një njoll e zezë mbi këtë zemër, por mëshira e Allahut është deti që i shuan ato me kusht që njeriu të kthehet me sinqeritet dhe të pendohet me sinqeritet dhe të mos kthehet më tek ai gabim që ka bërë. Një zemër e pastër nuk është vetëm ajo që shfang mëkatin, por edhe ajo që mbushet me dashuri për Allahun dhe për krijesat e tij. Imam Huseini paqja qoftë mbi të, ka thënë: "O Allah, çfarë ka gjetur ai që ty të ka humbur dhe çfarë ka humbur ai që ty të ka gjetur?" Pra dashuria për Allahun është thelbi i pastërtisë së zemrës, sepse një zemër që e do krijuesin nuk ka më vend për idhuj të rem, e as për smir, e as për urrëtie. Kurani flet për qelbin si zemrën e pastër që i përket të devotshmëve, kur thot: "Vërtet, këtu ka këshill për çdo që ka zemër, dëgjon me vëmendje dhe dëshmon." Ajeti 37 i surës Qaf. Të dashur vëllezër dhe motra, Imam Aliu paqja qoftë mbi të, na thot në një hadith të tij se zemra është fusha e betejës së ëngjëlve dhe djajve, dhe ti je në mes të tyre. Prandaj, anohu me ëngjëjt dhe do të shpëtosh. Ky përshkrim na kujton se pastërtia e zemrës nuk është gjendje e përhershme, por një luftë e vazhdueshme, pra lufta e njeriu me nefsin e tij. Çdo ditë, zemra jonë është në arenë ku ndeshen drita dhe errësira, ku ëngjëjt frymëzojnë të mirën e djajt nxisin të keqen. Në këtë betejë, lutja, dhikri dhe veprat e mira janë armët që forcojnë anën e dritës. Një tjetër aspekt i rëndësishëm i zemrës është dashuria ndaj profetit dhe ehlibetit të tij të pastër. Allahu thot: "Thuaj, unë nuk ju kërkoj ndonjë shpërblim përveç dashurisë për të afërmit e mi." Ajeti 23 i surës Shura. Pra kjo dashuri është një dritë që e pastron zemrën dhe e ngren atë në grade të larta. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë: "Dashuria jonë për ehlibetin është feja e Allahut që ai e pranon." Pra dashuria për të drejtët është pjesë e pastërtisë së kësaj zemre, sepse ajo e lidh zemrën me ta që janë pasqyrë e dritës hynore. Në fund, mund të themi se zemrat e pastra janë thesari më i madh i njerëzit, më i vlefshëm se çdo pasuri e kësaj bote. Ku profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Në trupin e njeriut ka një copë mishi. Nëse ajo është e shëndosh, i gjithë trupi bëhet i shëndosh, dhe nëse ajo prishet i gjithë trupi. E ajo është zemra." Këtu udhëtimi i vërtet i njeriut nuk është drejt tokave apo pasurive, por drejt pastërtisë së zemrës, sepse aty është porta drejt Allahut. Në ditën e gjykimit, vetëm ata që do të vinë me zemër të pastër do të gëzojnë dritën hynore, sepse zemra e pastër është vetë vendbanimi i asaj drite. Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim. A barazohet i vdekuri që ne e ngjallëm dhe i dham dritë me të cilën ecëm midis njerëzve, me atë që është në errësirë e nuk mund të dalë prej saj? Kësaj, jo besimtarëve u duken të bukura veprat që bëjnë. Ajeti 122 i surës An'am. Pra zemra e pastër të nderuar dëgjues dhe shikues, është ajo që ringjallet me dritën hynore, që ecën me udhëzim dhe që ndriçon edhe të tjerat rreth saj. Një zemër e pastër është si një xhevahir i fshehur, i cili nuk humbet kur vlerën e tij, por vetëm mbulohet në pluhri i mëkateve. Njeriu që punon mbi vetveten, që i kthehet pendimet, që kujdeset për lutjet e tij, për dhikrin e Allahut, arrin ta pastrojë këtë xhevahir dhe ta shndrojë në një burim drejtësimi përsëri për ta. Drita që zbret në zemrën e tij bëhet udhërrëfyese jo vetëm për të, por edhe për ata që e rrethojnë në shoqërinë ku ai jeton. Ashtu si dielli shpërndan rrezet e tij pa zgjedhur, edhe zemra e pastër shpërndan mëshirë
paqe dhe drejtësi tek njerëzit. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: nëse dëshiron të njohësh vlerën e zemrës tënde, shiko se çfarë mban brenda saj. Nëse ajo është e mbushur me ndjenja të bukura, me përmendjen e Allahut, me dashuri ndaj të dritës dhe me mëshirë ndaj krijesave të tjera rreth teje, atëherë ajo është një vendbanim i denjë për dritën hyjnore. Por nëse ajo është e mbushur me smir, lakmi dhe urrëtie, ajo kthehet në një burg të errët që nuk e lejon dritën të hyjë. Prandaj, të nderuar dëgjues dhe shikues, udhëtimi ynë më i madh nuk është drejt pasurisë apo famës, por drejt pastërtisë së kësaj zemre. Ky udhëtim kërkon përkushtim, lutje dhe vetëpërmbajtje, por shpërblimi i tij është i pakrahasueshëm, sepse nëse zemra është e pastër, ne kemi afërsi me Allahun, paqe të brendshme dhe një jetë që ndriçohet nga drita e krijuesit. Zemra e pastër është porta e xhenetit, që hapet këtu në këtë botë dhe vazhdon të ndriçojë në botën tjetër, sepse ajo është vendbanimi i përhershëm i dritës hyjnore. Në këtë momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju uruar një xumë të begat dhe duke u lënë në ndihmën dhe mbrojtjen e Allahut xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. Ashhadu anna Muhammad